Ish-presidenti i Liberisë Charles Taylor u dënua me 50 vjet burg nga një gjykatë speciale e Kombeve të Bashkuara në Hag për krimet e luftës. Muajin e kaluar Taylor u shpall fajtor se kishte ndihmuar rebelët në Sierra Leone gjatë luftës civile të viteve 1991-2002. Prokuroria në gjykatën speciale për Sierra Leonen kishte kërkuar 80 vjet burg, kërkesë që mbrojtja e cilsoi të tepruar. 64 vjeçari këmbgulse është i pafajshëm dhe thotë se do ta apelojë vendimin, një proces që mund të zgjasë deri në 6 muaj. Gjatë seancës, gjykatësi Richard Lusick tha se krimet në Sierra Leone janë ndër më rrënqethëset në historinë njerëzore. Në vendimin e prillit, gjykata speciale për Sierra Leonen e shpalli fajtor për 11 akuza Taylor, mes të cilave edhe për krime kundër njerëzimit, vrasje dhe përdhunim. Taylor është i pari ish-kryetar shteti që dënohet për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare që nga gjyqet e Nurembergut ndaj nazistëve pas luftës së dytë botërore. Ai akuzoi prokurorinë se kishte paguar dhe kërcënuar dëshmitarët gjatë procesit. Taylor kërkoi gjithashtu të merrej parasysh mosha e tij kur të jepej verdikti, pasi ai nuk përbënte kërcënim për shoqërinë. Ish-presidenti dënoi krimet e kryera dhe shprehu keqardhjen për viktimat në Sierra Leone, por nuk shfaqi pengesë apo të kërkonte falje për rolin e tij gjatë luftës civile në këtë vend.